Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis theksoi të mërkurën rëndësinë e marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë dhe respektit të ndërsjellët midis aleatëve të NATO-s, kur u pyet për mundësinë që Shtetet e Bashkuara të miratojnë shitjen e avionëve luftarak Lockheed Martin F-35 Lightning II në Turqi. Duke folur me gazetarët në samitin e liderëve të NATO-s në Ankara, Mitsotakis shmangu komentimin e drejtpërdrejtë të deklaratave të bëra nga Donald Trump të martën, kur ai sinjalizoi se do të kërkonte të anulonte ndalimin e SBA për blerjen e avionëve luftarak F-35 nga Turqia. Një aleancë duhet të bazohet në parimin themelor të marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë, tha Mitsotakis, duke shtuar se Greqia vazhdon të përballet me atë që ai e përshkroi si një kërcënim të hapur lufte nga Turqia, nëse Athina ushtron të drejtën e saj ligjore për të zgjeruar ujërat e saj territorial. Mendoj se duhet të jemi të vetëdijshëm për faktin se ndjeshmëritë e të gjithë aleatëve të NATO-s duhet të merren në konsiderat, tha ai. Ndërkohë, rreth 1000 protestues u mblodhën të martën në kryeqytetin grek Athinë, duke shprehur kundërshtimin e tyre ndaj samitit të NATO-s që po zhvillohet në Turqinë fqinje. Protestuesit dolën në rrugë duke mbajtur pankarta ku shkruhej "Jo NATO-s, jo luftës" dhe "Palestina e lirë", ndërsa brohorisnin slogane kundër aleancës. Demonstruesit marshuan nga sheshi ikonik Sintagma i Athinës deri në ambasadën e SBA-s në Greqi.